Jam sërish me ju, zhbekimi madh të kthesh tek familja jote nga ku i rritë dhe nga ke dalë dhe jam vërtet i gëzuar dhe i lumtur gjithmonë, është emocion vërtet shumë i veçantë. Sot është ditë e veçantë apo jo për shumë beqar këtu, më në fund janë të lirë nga prindrit, ata nuk janë këtu, po kanë shkuar në një event tjetër. Edhe duket sikur jeta ka perspektivë tjetër apo jo. Edhe ishte bukur nga ditën e fatkeqësisë kërkom, nuk e di sa për ju e dini se kush e ka shkruajtur të këngë. Mu ta ngrej dorën. Eltona, tjetër Bertina, vetëm dy veta dini se kush e ka shkruajtur të këngë. Vargjet janë marrë nga Bibla, por kënga është shkruar nga Alda, nga motra Alda, lavdi Zotit për talentin e saj, për gjërat që ka bërë për adhurimin e vërtet jemi shumë mirënjohës. Por ka rreth viteve 99 mos gaboj e shkruar kjo këngë dhe në atë kohë nuk e si kishim shumë këngë të reja, kishim këngë të përkthyera, por impakti që kishim to këngë kur përktheheshin ishte jashtëzakonshëm. Edhe ne ishim gjithkohë duke kërkuar këtë këngë, duke kënduar. Edhe në atë kohë ishim shumë veta, ishim beqar. Edhe kjo këngë na kujtonte prap disi veten tonë, ditën e fatkeqësisë kërkom, edhe beqarat kërkonin ngushtim të Zotit. Edhe kënga funit prap lidhet me beqarat, çmik na është Jezu Krishti. Duket shpesh për beqar, duket sikur ti je beqar është një mallkim ose është një kohë fatkeqësie. Por nuk është e vërtetë. Shumë mund të mendojnë se është një kohë humbur, kohë që ne nuk japim vlerën e duhur, është një kohë që nuk ka shumë rëndësi, por fakt është një kohë shumë rëndësishme, është një kohë shumë e vlefshme që ne si beqar sidomos mund ta shfrytëzojmë. Nuk është një kohë vujt edhe varfrie. Nuk është një kohë fatkeqësie. Është një kohë investimi vëllezër motra. Është një kohë investimi në jetën tonë frymërore. Ashtu siç është edhe investimi në këtë kohë në jetën tonë profesionale dhe në aspekte tjera. Por është vërtet një diçka që duhet të kuptojmë në çdo fazë të jetës sonë. Krishti mjafton. Është një gabim i madh shumë se shumë në shumë beqar të krishterë, po flas, nuk flas për ata që akoma nuk e njohin Krishtin, mendojnë se martesa mund të zgjidhë diçka në mënyrë magjike. Nuk është e vërtetë. Nëse Krishti nuk arrin që të zgjidhë gjërat tuaja në jetën tuaj, vëllezër motra, as martesa dhe as gjë tjetër nuk do të zgjidhë ato si duhet. Krishti mjafton, Krishti është diçka. Te Kolosanet na thuhet që ju jeni të plotë në Krishtin, nuk jeni mangët, as në fije. Jeni të plotë në Krishtin. Në Krishtin kemi gjithçka që na nevojitet. Por nuk do të anashkalojmë rëndësinë e kësaj kohe që Zoti na jepet. Për personat që Zoti na jep që ne të rritemi dhe të forcohemi në besim. Është koha më efektive, po a them, edhe nga eksperjenca ime, është koha më efektive që të rriteni, të forcoheni, të konsolidoni në Zotin, kohën kur jeni beqar. Unë vërtet tek të jetën time ka shumë tjerë që mund ta vërtetoj. Në koha më efektive që ne kemi pas në Zotin, ka qenë koha kur ne ishim student, se unë shumë tjerë edhe nga rrethet, që kishim kohë që shfrytzuam që të investonim nga ana frymërore, në fjalën e Perëndisë, në përfshirjen në kish, në shërbimin e Zotit, edhe duke parë vërtet Krishtin gjithçka, që ai është jeta jonë. Edhe ne kemi provuar, unë kam provuar, shumë prej nesh e kanë provuar, që ai është jeta në të vërtetë. Edhe çdo ideologji që na vjen, çdo bombardim që mund të kemi në botën ku ne jetojmë, sikur ka opsione të mira larg Krishtit, është një mashtrim vëllezër motra. Sa do i sofistikuar të jetë, është një mashtrim. Çdo gjë që ne na shfokuson nga Krishti, është një mashtrim, sepse ai është jeta, ai është rruga e vërteta. Ai është shpresa e vërtetë, ai është mbëshullia e jetës tonë. Edhe dua që të vërtet të inkurajoj që kohën që ne kemi, pavarësisht jemi beqar, jemi të martuar, kohën që kemi përpara, së pari duhet ta investojmë, të forcohemi dhe të jemi në planin e Zotit edhe të rritemi në Zotin, që të bëjmë për Krisht vullnetin e tij në jetën tonë. Zoti ka një vullnet për jetën tonë, për secilin prej nesh. Sot duhet të shohim do të flasim për një subjekt të veçantë, model. Kur lexojmë këtë fjalë, kur shikoj këtë fjalë, çfarë shkon në mendjen tënde? Model, kush është model për ty sot realisht? Cili është modeli yt nga ana frymërore? Keni model nga ana profesionale, keni model në karrierë, keni model në punë.
Cili është modeli? E vërteta është se njerëzit sot vuajnë shumë për modele. Jemi dakord për modele të mira dhe në shoqërinë ku ne jetojmë, edhe besoj në çdo shoqëri. Ka modele shumë të këqija, edhe tani që media promovon shumë, po patjetër që ka edhe modele të mira edhe për këtë patjetër që duhet të jemi mirënjohës. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm çfarë modeli ndjekim ne si besimtarë. Për shembull, është një bombardim i madh me anë të Big Brotherit. Për shembull, imagjino familjet tona shqiptare janë të bombarduar për 100 ditë me disa modele. Nuk e di çfarë modelesh mund të jenë ato, por në shumë aspekte unë nuk duhet të marr ato si model. Por aty mos harroni diçka, aty duket natyra njerëzore. Pavarësisht se sa të rafinuar mund duken jashtë, sa me kulturë, sa me edukat, ai është një eksperiment social, ne dimë atë, por aty duket dhe zbulohet natyra njerëzore. Do thotë që njeriu pas Zotin patjetër që nuk është model për ne, por edhe besimtari që nuk ecën me Zotin nuk do të jetë modeli për ne. Modeli për ne do të jetë patjetër një besimtar që ecën në Zotin, do të jetë në fundit do të jetë modeli Krishti, nuk diskutohet. Shpesh në familjet tona, ku jemi rritur në familje shqiptare, shpesh kemi të vështirë të gjejmë modelin si besimtarë. Shumë prej nesh që kanë prindërit e pashpërtuar ndoshta. Është mjaft të vështirë për një besimtar, edhe shpesh kemi marrë shumë për ata që kanë prindërit të shpëtuar që quhen një model të shëndosh. Për shembull, prindërit shqiptar janë shumë të fokusuar tek karriera, janë shumë të fokusuar te pjesa materiale, tek paraja dhe këtë jetë kanë, këtë ideologji kanë për jetën edhe mundohen që të na imponojnë. Unë personalisht kam pas një baba shumë të veçantë, që më ka dashur shumë. Po kur unë shpëtova, edhe i tregova për Krishtin, i tregova se feja që ne kemi është një mashtrim, jo nuk e thash tull, por i thash që vërtet Krishti është diçka tjetër, nuk është tradita që ne kemi trashëguar si katolik brez pas brezi, po Krishti është jeta e vërtet. Edhe Krishti më ka shpëtuar, më ka shliruar. Edhe kur e pash unë isha i përfshirë shumë, jetën time me Zotin isha i përfshirë në kish, edhe ajo mërzit shumë, si ka mos ti du të fokusohesh të shkolla, të karriera, të ndjekësh, bëhesh i famshëm, du të ecësh shumë një jetë. Për sa i përket besimit, maje për vete, por do kesh kohë kur të plagësh. Kjo është ideja e shumë prindërve shqiptarë. Ke kohë kur të plagësh, kthehesh te Zoti. Por kjo nuk është as pak për perspektiva e prindërisë. Nuk është as pak për perspektiva e Zotit. Bibla na thotë bëhuni imituesit e mi, sikur se unë jam i Krishtit, thot apostulli Paul. Ne si besimtarë do të ndjekim patjetër modelin që Perëndia na ka dhënë, modelet biblike që janë sipas fjalës Perëndis. Edhe këtu duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi selektiv lidhur me esën tonë në Zotin. Tani teoria është fantastike, mësimet janë fantastike dhe mësimi këtu është nuk mungon doktrina e fjalës Perëndis. Por shpesh vazhdimisht ne kemi nevojë për modele reale, kemi nevojë për template, për njerëz që jetojnë, si e aplikojnë jetën e krishterë, si aplikojnë fjalën e Perëndis. Edhe Zoti ka vendosur modelin e fjalën e Perëndis, por Zoti ka vendosur modele edhe në mesin tonë. Edhe ne do t'i shohim, do t'i ndjekim ato modele dhe vërtet janë bekim. Modeli më i madh final për ne është Krishti apo jo? Modeli tjetër pastaj është Pali, modele tjera pastaj janë drejtuesit që Zoti ka vendosur në kishën lokale. Edhe janë vërtet shumë të rrezikshme. Sot duhet të shohim nga fjala e Perëndis tek libri i Zanafides. Nëse ne shikojmë tek vargjet 1 deri në 19, të flasim pikërisht të flasim për rreth modelit që duhet të kemi në jetën tonë, do shohim disa karakteristika të modelit. Thot tek vargjet 1 deri në 19, por Jakobi banoi në vendin ku ati kishte qëndruar, në vendin e Kananejve. Këta janë pasardhësit e Jakobit. Jozefi në moshën 17 vjeçare kullosi kopën bashkë me vëllezërit e tij. I riu rrinte me bien Bilhahes dhe me bit Zilpahes, që ishin gratë e babait të tij. Por Jozefi i tregoi të atit për namin e keq që përhapej për sjelljen e tyre. Por Izraeli e donte Jozefin më tepër se tërë bit e tij, sepse ishte i bri pleqërisë së tij, dhe i bëri një rrugë të gjatë deri te këmbët. Por vëllezërit e tij, duke parë që ati tyre donte më tepër nga të gjithë vëllezërit e tjerë, filluan ta urrejnë dhe nuk mund t'i flisnin në mënyrë miqësore. Por Jozefi pa një ëndër, dhe ua tregoi vëllezërve të tij dhe këta e urryen dhe më tepër. Ai u tha atyre: "Dëgjoni,
ju lutëm ëndrrën që pash. Ne ishim duke lidhur duaj në mes të arës, kur pa prindtas dujt e mi u drejtuan dhe qëndruan drejt, kurse duajt tuaj u mblodhen dhe u përkulën përpara duajve të mi. Atëherë vëllezërit e tij thanë: a duhet të mbretërosh ti mbi ne ose do të na sundosh me të vërtetë? Dhe e urryen dhe me tepër për shkak të ëndrave të tij dhe të fjalëve të tij. Ai pa një ëndër tjetër. Dhe u tregoi vëllezërve të tij duke thënë: pash një ëndër tjetër dhe ja dielli hëna dhe 11 yje përkuleshin para meje. Dhe ai ja tregoi këtë ëndër atit të tij dhe vëllezërve të tij. Ati që qortoi dhe i tha: ç'kuptim ka ëndra që ke parë? A do duhet për Krisht unë nana jote dhe vëllezërit e tu të vim e të përkulemi deri në tokë për ateje? Dhe vëllezërit e tij e kishin zili, por ati e mbante për brenda këtë gjë. Edhe vazhdojnë historia. Le të lutemi një moment dhe do vazhdojmë. Perëndi, faleminderit për këtë mundësi që ne kemi sot. Faleminderit Perëndi që je besnik, o Zot, edhe nuk ka asnjë si ti. Lutem o Perëndi që të na flasësh dhe lutem o Zot na ndihmo të kuptojmë, o Zot, modelin e shëndosh, o Zot, edhe të ndjekim modelin që ti ke për ne, o Zot, modelin e besimit. Në mënyrë që jeta jonë, o Zot, jetë sa më efektive për mbretërinë tënde dhe për lavdinë tënde. Zot na falë Perëndi dhe lutem Zot edhe për ato zemra që mbas akoma s'janë hapur. Lutem Zot mbas është dita që të kuptojnë, o Zot, që kanë nevojë për Krishtin, që të shpëtojë ata dhe ta marrin modelin e jetës tyre. Ai është shpëtimtari, ai është modeli, ai është mbreti, ai është alfa dhe omega, ai është rruga, vërteta dhe jeta. Lutem Zot që të punosh në zemrën e çdo secilit, që të gërmojmë edhe më shumë në jetën me ty, o Zot, që të gjejmë jetë të re, o Zot, të gjejmë bollëk në ty, sepse ti na ofron jetë me bollëk. Faleminderit për një dhe lutemi në emrin e Jezu Krishtit për gjitha këto gjëra. Amen. Së pari dua që të shohim një pikë që fuqia, modeli i vërtet ka një fuqi të madhe, edhe Zoti i venos modelet përpara jetës sonë. Edhe është bërë kemi marrë që ne kemi modeli besimi që ne të ecim me fjalën e Perëndis. Por shumë interesant është, modeli ka shumë fuqi. Thuhet tek vargu i parë, por Jakobi banoi në vendin ku ati kishte qëndruar, në vendin e Kananëve. Diçka që tregon Jakobin jetën, që transmeton jetën e fëmijëve të tij, është ai qëndron pikërisht në vendin ku ati kishte qëndruar, në vendin e Kananëve. Kanani, kush ishte Kanani? Kanani ishte toka e premtuar, por fjala e Perëndis na thotë se këta jetuan, të hebrejt na thotë se jetuan me besim në tokën e premtuar, por akoma nuk u futën, se u deshën edhe 400 vjet tjera, plus më vonë që ta futeshin në tokën e premtuar. Edhe ata jetuan me besim. Jakobi eci në shembullin e Tatit, aty ku kishte qëndroi edhe ky, në vendin e Kananëve. Është vërtet një shembull i fortë që ndikoi jetën e Jakobit, që më në fund u kthye aty. Por tani Jakobi u shput për një farë kohë, shkoi gjeti nuse, 7 vjet plus 7 vjet mori dy nuse, Zoti te Zanafilla 28 pa një ëndër, një vegim, Zoti do ta bekonte atë. Edhe kur u kthye ai ishte vet, kur shkoi ishte vetëm, u kthye me fëmijë, me gra, me bakti edhe me shumë gjëra. Por shumë interesant është luta që Jakobi bën Zotit kur po ikën larg, sepse edhe vllai vet ishte duke përndjekur Esau mund ta vriste. Ai lutet Zotit kështu: Zot, nëse ti më ruan jetën time edhe siguron për mua të haj edhe të vishëm, gjëra minimaliste, edhe të më kthen shëndosh në shtëpinë e atit tim, unë të shpalloj që ti je Perëndia. Ishte shumë minimalist në kërkesën e tij. Nga ana tjetër Zoti e kthen atë dur plot. Në planin e Zotit. U kthye dur plot me martesë, u kthye me fëmijë, me gjë të gjallë, me shumë pasuri. Tani, nuk jemi një shpesh, jemi si punë e Jakobit, jemi minimalist përpara një Perëndie të pafundëm me kërkesat tona. Apo jo? Një komandant i kërkon Aleksandrit të Madh, i bëri një kërkesë që t'i jepte një sasi parash, një ndihmë diçka të tillë. Aleksandri i dha shumë fish, i dha shumë herë më shumë se sa ai kishte kërkuar. Edhe shokët e tij po pse i dhe kaq shumë? Ai nuk kërkoi këtë shumë kaq të madhe. Edhe ai si fizik si general, si pas si mbret thot, ai kërkoi thot sipas asaj që ai është, ndërsa unë i dhash atij sipas asaj që unë jam.
Dhe kjo është pak a shumë që Zoti veproi me Jakobin. Shpesh Zoti vepron edhe me ne. Ne shkojmë para Zotit në ato gjërat e vogla që ne jemi. Por Zoti na kthehet shumë fish, sepse tregon madhështinë edhe lavdinë e tij. Ne shikojmë që Jakobi banon në vendin e Kananëve, në tokën e premtuar, edhe qëndron aty ku kishte lënë Jati, ecën në shembull e Jatit. Ka shumë fuqi vëllezër motra. Ka shumë fuqi shembulli. Mos e luaj kufirin e vjetër të vendosur nga etrit e tu. Ka disa piketa jeta. Mos e luaj këta kufi. Es të gjurmë që kanë shkel të paret. As me tepër të paret që janë besim. Që Zoti i ka bekuar, që Zoti i ka përdorur. Edhe është vetëm urësi që ne të mund të qëndrojmë në këtë modele, në mënyrë që të mund të përfitojmë sa më shumë. Jezusi na thotë të gjoni që të qëndrojmë në atë. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Sikur se shëmendje nuk mund të jap fryt nga vetja. Për ne sot toka premtuar nuk është Izraeli. Toka premtuar për ne toka bollekut, për ne frymëror, është Krishti. Amen. E thotë, qëndroni në mua dhe unë në ju. Sikur se shëmendje nuk mund të jap fryt nga vetja, por që se nuk qëndron në hardhi, kështu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë doni dhe do t'ju bëhet. Jezusi thotë, qëndroni në mua, qëndrojmë në fjalën e Zotit, qëndrojmë në lutje, qëndrojmë në kishën lokale, që është trupi i Krishtit, që është shtëpia e Perëndis. Nëse ne nuk qëndrojmë këto gjëra, ne nuk mund të japim frut, edhe nuk mund të shijojmë bollekun që Krishti ka për ne, vëllezër motra. Tek Psalmi 84 shumë i bukur, ka shumë vargje, por thot, lum ata që banojnë në shtëpinë tënde dhe të lëvdojnë vazhdimisht. Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde. Shtëpia e Perëndis kush është? Jemi ne. Shtëpia e Perëndis është. Zoti e ka quajtur kishën lokale si shtëpia e Perëndis. Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde dhe jo vetëm që rrinë, frekuentojnë, por të lëvdojnë vazhdimisht. Të mos lodhemi duke lëvduar, duke adhuruar Perëndin. Adhurimi është në mënyrë shumë e mirë, këndimi, por nuk është vetëm aq, apo jo, ne kuptojmë këtë. Është jeta jonë një ofrim, jeta jonë është një lëvdim për Zotin. Lum ata, të lumtur janë ata. Modeli vërtet ka shumë fuqi. Ju dini mirë historinë e Davidit me Goliathin që ishte në moshë të vogël, ai mundi Goliathin, një gjigant që ishte shumë më i fuqishëm, më lart se ai, me anë të besimit. Fati këtë ne dimë, Zoti ishte fuqia e tij, me anë të Krishtit që e forcoi. Por çfarë modeli vendosi Davidi në jetën e besimtarëve të tjerë, e trimave të Davidit, nëse lexojmë historinë, të gjithë gjigantët thotë që ishin përveç Goliathit, u vranë nga dora e Davidit dhe të trimave të tij. Edhe u zhduk fara gjigantëve që ishin në lindjen e mesme. Dhe sepse ata ecën në shembullin e fitoreve të Davidit. Tani ne kemi një David, kush është Davidi për ne sot frymërisht, është Jezu Krishti. Ai ka fituar mbi vdekjen, mbi gjigantën më të pamposhtur që ka njohur bota ndonjëherë, ka fituar mbi djallin. Është më i pamposhtur që bota ka njohur ndonjëherë, vetëm Krishti mund ta mposhtë atë vetë Perëndia, askush tjetër nuk ta mposhtë. Edhe ne ku shndrojmë me armatimin e Perëndis. Ai fitoi mi botën. Shembulli që Jezusi na la. Patjetër edhe janë apostujt, janë besimtarët, janë drejtuesit e kishës lokale që kanë fituar betejë dhe vendosin shembuj. Edhe është një pasuri e madhe për këtë gjë. Mos harrojmë, ndërkohë që ne po rritemi, ne kemi nevojë të ndjekim një model dhe duhet të ndjekim modelin sa më shumë biblik. Nëse modeli njerëzor jo gjithmonë është në përputhje me Biblën, përgjegjësia jonë duhet të ecim gjithmonë në përputhje me fjalën e Perëndis. Okej, nuk mund të thotë asnjëri që unë jam i përsosur, por në fundit, modeli final për ne kush është? Krishti. Nuk duhet ta harrojmë, autoriteti final për ne është fjala e Perëndis. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ne mund të shohim pak për modelin e karakterit. Shikojmë tek vargji 2:4 thotë që ai këta ishin pasardhësit e Jakobit, Jozefi në moshën 17 vjeçare, kulloste kopen bashkë me vëllezërit e tij. I riu rrinte me bien Bilhabes,
me gratë e babait e tij, por Jozefi tregoi të atit për namin e keq që përhapej mbi sjelljen e tyre. Por Izraeli e donte Jozefin më tepër se tërë bijtë e tij, sepse ishte biri i pleqërisë së tij, dhe i bëri një rrobë të gjatë deri te këmbët. Por vëllezërit e tij, duke parë që ati tyre e donte më tepër, nga të gjithë vëllezërit e tjerë filluan ta urrejnë dhe nuk mund të flisin në mënyrë miqësore. Shikojmë që Jakobi dha modelin e duhur të 12 bijve. Por këtu spikat një person që ndjek udhëzimet, që ndjek gjurmët e tjatit, që zbaton mësimet e tjatit, është një person. Emri i tij është Jozef. Janë 12 bij. Vetëm Jozefi e merr mësimin. Po shumë interesant se si Jozefi rrinte në çadër, rrinte në familjen e atit, rrinte në autoritetin e atit, rrinte në mësimet e atit, shkonte dhe ai shërbente, kullose bagtin, por ai e mori seriozisht mësimet e atit të tij dhe qëndroi në ato gjëra. Ishte i lidhur me familjen. Edhe familja, patjetër ne dim nga ana fizike se sa e rëndësishme është familja, jon që ne të zhvillohemi nga çdo pikpamje fizike, psikologjike, sociale e tjerë, është e pazëvendësueshme, shbekimi i madh i jashtëzakonshëm që Perëndia na ka dhënë familjen fizike. Por gjithashtu është e vërtet shumë esenciale, shumë jetike është familja e besimit, vëllezër motra, familja, kisha lokale ku Zoti na ka vendosur. Edhe aty në qellar na jep mësimet me anë të fjalës së Perëndis, me anë të mësuesve. Edhe ato mësime janë që ne t'i marrim, ato që t'i vëmë në praktikë. Edhe nuk është se duhet presim që tjetri duhet të bëj, unë duhet të përgjigjem përpara Zotit së pari. Tash raporti i Jozefit me bijtë tjerë, me vëllezërit tjerë është vërtet i frikshëm. Është një person, 11 tjerë nuk ndjekin mësimet e tatit, ecën kundër mësimeve që ati u kishte dhënë atyre. Por një diçka që bën Jozefi këtu, një karakteristike e modelit biblik është një model vërtet biblik, një person që ecën me Zotin, ka qëndrim, qëndron, ekspozon, është kundër mëkatit. Ne nuk mund të kemi misi me Zotin dhe misi me botën. Ne nuk mund të themi që unë kam bashkësi me Perëndin, në kohë që unë jam duke ecë në mëkat. Një person që ecën me Zotin, patjetër ecën në dritë, siç është Zoti dritë. Po jo vetëm aq, ai ekspozon edhe mëkatin tek tjerët, tek vëllezërit e vet. Edhe këtë ndodhi me Jozefin. Jozefi jo vetëm që duket jeta e tij është me shumë integritet, mësimi që ai mori filloi që ti praktikoi, të jetoj, dhe Zoti është duke punuar veçanërisht me këtë person, sepse ky e lejoi Perëndin që të punonte. Mundësia ju dha të gjithëve. Po ky është ai që e kapi mësimin, e besoi dhe Zoti vazhdon edhe punon në jetën e tij. Dhe duket se është duke rritur. Edhe ai fillon jo vetëm që ecën me Zotin, por ai ekspozon edhe mëkatin e vëllezërve të vet. Vëllezërit e vet kishin një dëshmi të keqe me barit tjerë, kishin kundër mësimeve që ata kishin marrë nga ati. Edhe ai nuk ka frikë që të thotë tjatit, baba, ata po veprojnë kështu, po thonë kështu, nuk janë sipas mësimeve që ti na ke thënë. Edhe Bibla në thotë se ne duhet jemi, por jo bëj thirrje, thotë, të qortoni të parregullit. Bibla në thotë që ne duhet jemi patjetër të hapur, duhet jemi të guximshëm për të qortuar të parregullit, patjetër në mënyrën e duhur, duke thënë të vërtetën me dashuri. Dhe Jozefi patjetër që i donte vëllezërit, edhe kush të don të thotë vërtetën, jo të fërkon kokën kot, edhe nuk të thotë atë që nuk shon jetën tënde. Ne kemi nevojë për ndrejtje kamë, që kanë nga që ne këndojmë të zbulesa, kemi nevojë të vazhdueshme për ndrejtje, vëllezër motra. Edhe nëse jemi të shpëtuar, kemi akoma shumë gjëra për të mësuar, kemi një rrugë të gjatë përpara. Nuk duhet të harrojmë, duhet të jemi të hapur. Edhe kur ne shikojmë diçka që nuk shkon, do t'ia themi vllajt dhe motrës, patjetër se mas konfidencave, do të afrohemi në mënyrën e duhur, duke thënë të vërtetën me dashuri. Është mënyra se si Zoti na rrit, është mënyra se si ne mprehim njëri tjetrin. Mënyra se si ne rritemi në Zotin. Duhet ta themi me dashuri. E vërteta pa dashuri nuk ndërton, duke thënë atë me dashuri ndërton. Edhe Zoti na inkurajon që jo vetëm që nuk duhet të jemi pjesëtar të veprave të errësirës, por thotë
Kujtoni pra ata që dorin një kundërshtim të tillë nga ana mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoni në shpirtin tuaj. Edhe ne shikojmë që Jozefi fillojnë vëllezërit e fillojnë që ta urrejnë sepse u tha të vërtetën. Apo jo, a duket është vërtet Bibla, apo jo? Po të thuash të vërtetën sot, madje të vëllezërve të tu, edhe motrave të tua në besim. Ka shumë mundësi që nuk do kenë shumë simpati për ty. Dhe do të gjenë një mënyrë një justifikim të bukur që herën tjetër të mos jenë me ty. Do të shmangen. Kjo është natyra e njerëzve, sepse ne nuk na pëlqen të na thuhet e vërteta shpesh. Prandaj është kaq e rëndësishme që ne të jemi të përulur, të hapur përpara fjalës së Perëndis. Bibla thotë dhe mos keni bashkësi me veprat e fryqshme, me veprat e pafryqshme të errësirës, por më tepër ti çerdoni na thuhet e Efesianët. Është kaq e rëndësishme vëllezër motra që duhet të ekspozojmë veprat e pafryqshme të errësirës, edhe jo të bëhemi pjesë në ato. Është shumë interesant një moment tjetër në jetën e Jozefit, diçka që bëri Jakubi për Jozefin, e bëri një rrobë të gjatë me ngjyra, mbas është diçka e tillë, mbas ishte tjetër, gjeta një foto po hell aty. Por ai një model biblik lulëzon në shtëpinë e Atit. Lulëzon në kishën lokale, aty ku Perëndia e ka vendosur. Fjala e Perëndis na thotë tek Psalmi 92, ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë, do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Dhe ne shikojmë Jakobi bëri këtë rroba me ngjyra, po kjo rrobë me ngjyra përfaqëson jetën tonë, vëllezër motra, jetën. Erdhi pranvera, ka lule, nuk është bardhëzi si dimri. Tani ka mjaft besimtar që janë bardhëzi. Ka mjaft besimtar që janë të mbytur nga legalizmi. Po, jo, e bardhë, e kuqe, e jeshile. Nuk kanë jetë frymërore. Edhe mishi është, këtu është, bardhëzi. Nuk e di shumë për jush, nuk s'keni arrit televizorat bardhëzi, po ne kemi pas dikur televizorat bardhëzi, po ti shohësh sot me ekranet që ne shohim, është shmenduri çfarë kontrasti është. Por i them këto gjëra që Zoti don që ne të lulëzojmë. Në të Romakat 14 ne duhet të veshim Krishtin. Është një rrobë që Krishti ka për ne. Është fryti i frymës. Është dashuria, mendoni pak, ai kam veshur në jetën time sot, paqja, zemërgjerësia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja. Kundër këtyre nuk ka ligj, thot fjala e Perëndis. Është për Krisht fryma e Perëndis që zbukuron, qel, vëna të lulet në jetën tonë, edhe jep jetës sonë gjallëri, pranverë. Edhe për një zemër të gëzuar gjithmonë është mirë, ka pranverë, ka ngjyra, ka jetë. Dhe shikojmë që ky Jozefi ishte një tillë. Edhe është vërtet shumë interesant. Një person që është një model i duhur, një model biblik, shpesh mund të jetë i keq kuptuar edhe i urryer, siç e shohim në këtë histori. Edhe e shikojmë por kjo ndodhe që të përmbushej fjala shkruar në ligjin më kanë urryer pa shkak. Këto janë fjalë që thot vetë është profeci për Krishtin që e urryen. Në të njëjtën mënyrë vepruan vëllezërit me Jozefin. Dhe Jozefi është një tip i Krishtit që do shohim disa zelësi të Jozefit si tip i Krishtit. Por në të njëjtën mënyrë, pse tha të vërtetën, ata e urryen. Më kanë urryer pa shkak. Është profecia që lidhet gjithashtu me Jezu Krishtin, sepse nuk ishte bërë asnjë faj. Përveç se i dha dëshmi të vërtetës. Edhe kjo është vërtetë shumë interesant. Për shkakun se ai paditi vëllezërit e vet tek ati i tij, ata filluan që ta urrenin, edhe nuk i flisin në mënyrë miqësore. Dhe kjo është reagimi i njerëzve kur u thua të vërtetën. Tani personalisht kam një histori të ngjashme me këtë, unë shumë më vonë kam bërë lidhjen, por pasi u shpëtova. Po kur isha në klasën e parë, kemi jetuar një kohë vërtet që ka qenë për shumë njerëz mund duket kohë shumë e kaluar, por kohë shumë të vështira nga ana e lirisë, atë ishte koha e komunizmit, kishim shumë pak ushqime, kishim shumë pak veshje, edhe
gjërat materiale që janë sot jeni të mbyllur, është lumë, ka bollek në çdo aspekt. Po më në klasën e parë një komshie bëri një lek për me mua, e bëri një për çunën e vet, e bëri shumë të bukur, por bëri edhe një për mua që ishte me shrita të kush, me shrita të ndryshëm, edhe ishte vërtet shumë e veçantë. Edhe në fakt personalisht kisha një lidhje të veçantë me jam pak si, domethënë ngjaj pak me Hiseni Ezefi këtu. Lidhja ime me babain ishte shumë e veçantë gjithashtu, edhe unë dëgjoja shumë mësimet e babait, këshillat e tij. Edhe në atë kohë ne jetonim, ishte sistem vërtet shumë i keq. Ne ishim edhe familje përsekutuar, edhe ai na udhëzonte vazhdimisht, keni kujdes sepse një fjalë mund përbënte me vonë një akuzë për të kaluar në etapa të tjera. Qushim reaksionar, edhe tregonin vojtjet e tyre në internim edhe shumë gjëra. Unë personalisht isha shumë i vëmendshëm prit se ka disa këshilla që unë duhet t'i vënë praktik. Vëllezërit e mi nuk e bënin këtë vazhdimisht. Ishte vllai me emocion, ishte shumë i prapë në fakt, edhe kushiri, ata bërin gjërat e prapa, shpesh më merren me vete. Edhe unë isha ai që shkoja edhe i padisa tek babai. Edhe kjo që nuk u pëlqeva atyre as pak, edhe fillonin të thresin o spion, o servel. Edhe pastaj filluan që të më largonin. Edhe duke pak se kjo histeria me Jozefin. Por të thuash të vërtetën shpesh është krijon edhe më shumë marrëmiq, edhe nuk të mërpresen base as vëllezërit dhe as motrat. Megjithatë është shumë e rëndësishme që të qëndrojmë në të vërtetën. Lidhja ati toksor është shumë i rëndësishëm, ati ynë frymërar është shumë i rëndësishëm, familja besimit është shumë e rëndësishme. Ne nuk mund të lulëzojmë dot larg familjes së Perëndis. Kjo është e sigurt. Ne nuk rritemi dot në rrugë që të bëhemi besimtar edhe ndjekës të Krishtit në mënyrë të shëndetshme. Familja të jep shumë dashuri. Ka dhe instruksionin brenda. Një atë do të ketë instruksion, po ka dhe shumë dashuri. Do të ketë një zemër atërore. Unë kam përjetuar nga ana fizike këtë gjë që më ka rritur, më ka motivuar në jetës përpara, por edhe nga ana frymore, është shumë e vërtetë. Ka shumë rëndësi. Shumë interesant është kur Danieli ka vizionin edhe engjëllit i shfaqet. Nuk i thot Daniel se sa i urtë je, se sa i madh je, se sa mirë është dëshmia jote, sa shumë gjëra ke bërë. Daniel thot, ty të duan shumë. Ty të duan shumë merr zemër. Ty të duan shumë merr zemër. Shpesh mund të ndihemë të ngarkuar, të lodhur, të presionuar e tjerë, por mos harroni diçka. Ty të duan shumë. Të duan shumë atje lart, të duan shumë në kishën lokale. Ka njerëz që të duan që ti të rritesh, forcohesh e thesësh përpara në Zotin. Edhe të mos qëndrosh aty ku je. Edhe kjo është mënyra si Zoti na rrit. Tani ka shumë gjëra jeta e Jozefit që janë në ngjashmëri me Krishtin. Është një tip i Krishtit fantastik. Nuk do të lexoj të gjitha, por këto janë disa karakteristika që janë të ngjashme midis Krishtit dhe Jozefit. Dhe në Dhjetën e Vjetër ne shikojmë për ata që bën shkollën biblike, Bibla na flet për shumë tipe të Krishtit në Dhjetën e Vjetër. Ky Jozefi është ndoshta tipi më i fuqishëm, për cilën nuk kemi diçka negative në përgjithësi. Për çdo tjetër mund të kemi gjëra negative, por ky është gjithçka që Bibla regjistron për atë është mirë. Edhe kjo historia këtu që ne po shohim sot pash një video të shkurtër që thoshte Jozefi u tregua krenar egoist, sepse u tregoi vëllezërve, u mbor për ëndrrën që ai pa të tjerë edhe krijoi përçarje kot në familje. Kështu që ne interpretojmë dhe kishte bërë bukur atë videon, atë shortsin. Por duke parë në kompleksitet jetën e Jozefit, Jozefi ishte njëri që kishte frikë Zotin, apo jo? Ishte njëri që eci me Zotin, edhe në jetën e tij private, edhe në jetën e tij publike, edhe në jetën e tij familjare. Mos harroni pak, ishte djalë i ri edhe gruaja Potifarit u ofrua atij. E të ndoj edhe e la rrobën e dhiku, dhe pse kishte frikë Zotin. Dhe vërteta ishte një tip vërtet shumë i fortë që tregon Krishtin. Zoti e piktëron se do ishte Krishti para se të vinte mira vite më përpara. Por janë shumë cilësi që mund të shikojmë. Një bir, të dy janë bijë të dashur të një babai, të një ati, apo jo.
janë bi të pleqërisë, bi përjetësisë Krishti, janë bi preferuar, Jezusi është biri i dashur. Të dy janë bi që kishin izraelitët si vëllezër e tjerë. Të dy janë barit e dashur, që një ditë do të bënë në izraelitët të përkullëshin përpara tyre. Për Jezusin kjo është në të ardhmen edhe ne presim se ai të vijë të kthehet. Është një bari i dashur dhe është i urryer për fjalët e tij. Është një mbret i arshëm në Palestinë që shkoi të kontrollonte vëllezërit e tij në këtë histori, por shikojmë që Jozefi ishte një tip i Krishtit gjithashtu, sepse Zoti përdori Jozefin duke me ëndrat, të shpjegonte ëndrat e faraonit, për gjëra që Zoti po përgatisen të ardhmen, do përgatisen një zi buka dhe Zoti përdori për Krisht interpretimin e ëndrave nëpërmjet Jozefit që të shpëtonte botën atëhershme. Edhe ishte tip i Krishtit në shpëtimin e botës. Edhe Zoti përdori për Krisht që ai të shpëtonte botën atëhershme, ashtu si Krishti është shpëtimtari i vetëm i gjithë botës, ai na ka shpëtuar. Ai është ka shumë cilësi tjera, por mas mund të bëni edhe një foto këtyre. Po interesante është një mbret bari i arshëm i Palestinës, i cili ishte i dashur nga babai i tij, i tralltuar nga vëllezërit e tij, dhe cili kur ishte nënt, ulën për ta vëzhguar. Është diçka që ndodhi në jetën e Jezusit, në jetën e Jozefit gjithashtu. Ai erdhi tek të vetë thot për Jezusin, por ata nuk e pranuan. Izraeli e hodhën poshtë Mesian, shpëtimtarin e tyre. Është një gjë që ndodhi këtu edhe me Jozefin. Edhe unë gjithi pasaj kaloj tek jo hebrejt, ne dim pasaj historinë. Edhe ne jemi në përgjithësi, kisha është e përbërë nga popullsi jo çifute, në kohën ku ne jetojmë. Presim që kisha të merret. Krishti do kthehet të marrë kishën e tij dhe më pas do kthehet që të punojë prapë me Izraelin. Edhe të vendosim mbretërinë e tij në Izrael. Janë shumë gjëra të bukura që vërtet që bëjnë të mendosh. Po një diçka interesante është një mbret i arshëm në Palestinë, i cili pothuajse u shpëtua në një farë mënyrë nga vëllezërit e vet. Për shembull, Rubeni mundua që ta shpëtonte Jozefin, ashtu si Nikodemi tentoi ta shpëtonte Jozefin, Jezusin, por asnjëri nuk arriti që të kryente shpëtimin siç duhet, por historia vazhdoi se Zoti kishte plan tjetër në të dy rastet. Edhe shikojmë të gjitha këto gjëra, këto ngjashmëri vërtet janë shumë të bukura. Edhe fundet që do të shohim lidhur me modelin që duhet të ndjekim. Modeli biblik që Zoti na jep duhet të ketë patjetër besnikëri, duhet të ketë integritet, siç shohim këtë në fjalën e Perëndisë. Edhe një diçka që bëri Jozefi, vargjet 5-12 janë përkrisht ëndra që ai pa. Zoti i dha zbulesa Jozefit, shumë interesante lidhur me ëndrat. Për gjëra që ai ishte duke përgatitur Zotin të ardhmen për popullin e Izraelit. Por Jozefi ishte vegla veçantë për ta quar më tej atë punën, planin që kishte me popullin e Perëndisë. Dhe ai interpreton këtë ëndra dhe në diçka që ne shikojmë, ai e pa ëndrën që Zoti i dha, zbulesën, edhe ai u tregoi vëllezërve, dhe kjo krijoi një reagim të ashpër nga vëllezërit, sepse duke sikur Jozefi po kërkonte adhurim, sepse ata nuk kuptonin të ardhmen që Zoti është duke përgatitur. Megjithatë, mësimi që ne kemi këtu, Zoti na flet. Edhe kur ne marrim mesazhin nga Zoti, ne duhet të qëndrojmë. Të themi dëshminë e Zotit ashtu siç na jepet. Patjetër do të jemi dëshmitar besnik, me pak fjalë. Ashtu siç ishte edhe Jozefi në këtë histori. Edhe pse mund të krijojë reaksione të ndryshme, ne jemi për të thënë të vërtetën. Tek Mateu 11 thotë Jezusi, Mateu 10, vargu 27. Ata që ju them në errësirë e thonin në dritë, dhe ata që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatit. Zoti i dha këtë zbulesa Jozefit për të ardhmen. Tani kur ne lejojmë Perëndin të punojë në jetën tonë, kur ne përgjigjemi nivel pas niveli, Zoti na jep në nivel tjetër, na përdor në nivele të tjera që të lidhen me ty personalisht, por që lidhen me familjen e Perëndisë, që lidhen me mbretërinë e Perëndisë në fundit. Edhe është një bekim i madh që të jemi të përfshirë në punën e Perëndisë, edhe të jemi në vegël
në përpunën e Zotit, për të quar ungjillën në ato vende ku akoma nuk ka arritur, që të investojmë për ungjillën për përhapjen e ungjillit deri në skajt e dhëut. Edhe ne mund ta bëjmë këtë me anë të lutjes, bëjmë këtë me anë të ofrimeve, bëjmë këtë duke në një kohë duke shkuar, duke ungjillizuar, ungjillizimi personal, duke lutur për tjerët dhe ndonjë ditë dikush edhe duhet të shkojë. Zoti e thret për shkuar që të çojë ungjillin atje ku nuk është dëgjuar akoma, sepse ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Këtë mos e harrojmë. Le të qëndrojmë fort, le ta kemi le ta shfrytëzojmë edhe kohën e Pashkës që është duke ardhur. Vëllezër motra ka shumë nevojë për ungjillin. Familjarët tuaj, shokët, shoqët kanë nevojë të dëgjojnë të vërtetën, jo të gudilisin veshët. Jo të thënë që i e mirë të tradita rri aty ku je, po ka nevojë të dëgjojnë të vërtetën. Ungjilli i shpëtimit. A nuk kemi mirënjohës për ata që sakrifikuan, që na dhanë ungjillin? Qose jemi të sinqertë, duhet jemi shumë mirënjohës, duhet jemi shumë falënderues Zotit, por edhe atyre që morën mundimin që edhe na thanë të vërtetën. E vërteta vërtet është e hidhur, por vërteta të bën të lirë. Amen. Nuk ka gjë më të hidhur se sa kur kuptova që katolicizmi ishte në mashtrim, që gjithë sistemi katolik ishte në mashtrim që nuk të shpëton, që vetëm Krishti ishte shpëtimtari, që Maria nuk të shpëton, që veprat e mira nuk të shpëtojnë. Një diçka për shembull që kam problem me nënën time që ndaj ungjillin shpesh. Nga që është katolike dhe shkoj ideja tani me kreshmet edhe fillojnë majnë traditë. Unë kam darë ungjillin, shiko, nuk kemi të shpëtuar me anë të veprave tona, mos harro. Edhe para pak ditësh po lexohen nga para Pjetrit që ne nuk kemi të shpëtuar me anë të veprave, me anë të arit, me anë të argjendit, po jemi të shpëtuar me anë të Krishtit. Edhe më një herë sikur fola me morin, tha ajo një komshie, ka thënë Papa që mund të hani të premteve vetëm një vakt, mos hani më shumë, sepse shkoja kreshmeve derisa të vi Pashka. Tash, por nuk është ajo që ne hamë që bëjmë, është komplet dhuratë e Zotit. Sa të lexova vargun. Edhe shpesh në mendjen e tyre është themeluar, sepse është trashëguar pas brezit që mirësia ime, e kreshmja, agjërimi e tjerë unë mund të më bëjnë që të jemi pranueshëm para Zotit. Edhe unë vazhdimisht ja përsëris, ka vetëm një mënyrë që mund të jemi pëlqyer përpara Zotit, nëpërmjet Jezu Krishtit. Ai është shpëtimtari. Ne jemi të shpëtuar vetëm me anë të gjakut të Krishtit, të qenë patmet, të pa njoll. Nuk ka asgjë tjetër vetëm që dikush mund të bëjë për të marrë shpëtimin, përveç se të pendohet për mëkatet dhe të vendosë besimin e tij në Krishtin. Ne jemi të shpëtuar nga mirësia jonë, se shpesh në mendjen e nënës sime është që po jam më mirë, okay, edhe realisht është e mirë, secili prej nesh ka një nënë të mrekullueshme. Nuk është mirësia jote. Është mirësia e Perëndisë që na shpëton. Nuk është mirësia e njerëzve. Nuk është aftësia, nuk kanë agjërimet, nuk kanë rritjet fetare. Është Krishti, vetëm ai, është mirësia e Perëndisë. Kur mirësia e Perëndisë na u shfaq me anë të shpëtimtarit tonë që ne na shpëtoi, jo me anë të veprave të mira, por me anë të përtitjes, me anë të lindjes, me anë të frymës së Shejt, me anë të ungjillit. Është mirësia e Zotit që ne na shpëton. Është gjë shumë e vogël dhe shpesh jemi imunizuar me këtë, po jam shpëtuar, jam rehat në jetën time, por njerëzit për rreth nesh pa Krishtin, vëllezër motra, që nuk pranojnë ungjillin, janë të humbur dhe janë rrugës për në ferr. Është kaq e rëndësishme që të zohemi që të mund ta themi të vërtetën ashtu siç është. Tu tregojmë vëllezërve, të tregojmë të afërmit ton për shpëtimin që është në Krishtin. Sa nuk është vonë. Jezusi ishte një dëshmitar besnik dhe i vërtet. Le të jemi edhe ne të tillë. Thuhet tek Jeremia thotë profeti që ka një ëndër, le ta tregoj ëndrën. Por ai që ka fjalën time, le ta shpall besnikisht fjalën time. Çfarë ka të bëj kashta me grurin? Thot Zoti. Është shumë e bukur. Ai që ka një ëndër, le ta tregoj ëndrën, por çfarë ka fjalë, por ai që ka fjalën time, le ta shpall besnikisht fjalën time. Çfarë ka të bëj kashta me grurin? Thot Zoti. Dhe Zoti don që të jemi besnik ndaj fjalës së tij, sepse fjala e Perëndisë jep jetë, fjala e Perëndisë ngjez. Fjala e Perëndisë na rilind. Njerëzit nuk kanë nevojë për filozofin tonë, për ligjëratat tona, por kanë nevojë për fjalë të jetës. Si tha Zoti Jezus Palit, shko dhe thuaj këtij brez predikoj fjalët e jetës. Edhe nuk është fjalët e jetës toksore, se jeta në Amerikë, por jetës së përjetshme, të jetës frymërore. Fjalë jete. Ne kemi vëllezër motra privilegjin të ndajmë ungjillin, kemi fjalë të jetës,
që duhet të transmetojmë tjerëve, edhe mos kemi as pak, mos kemi turp. Diçka që ai bën një model i mirë është vërtet është i përulur së pari, por edhe përul të tjerët, sepse ai edhe pse ishte përpara atit vet duket sikur pak egoiste përpara vëllezërve, ky nuk ishte më i madhi. Thotë ai pa një ëndër tjetër do ta tregoj vëllezërve të tij, duke thënë, pash një ëndër tjetër, dhe ja djedhi hëna dhe 11 yjet përkuleshin para meje. Ai e tregoi ëndrin ashtu siç e pa përpara vëllezërve, edhe përpara prindërve vet. Por ai është i përulur, edhe pse është i përulur, sepse tregon shpall fjalën e Zotit siç është. Siç ju dha zbulesa. Edhe në dhjetën e vjetër tek hebrejt na thuhet se Zoti në fillim na foli me anë të ëndrave, me anë të profetëve në mënyra të ndryshme, por së fundi na foli me anë të birit të Jezus. Tani çështja e ëndrave është shumë komplekse, se burimi i ëndrave mund të jetë shumë të ndryshme. Në atë kohë akoma nuk ishte plotësuar fjala e Perëndis. Ka grupe të krishterë që mendojnë se Zoti mund të flasë sot me anë të ëndrave, me anë të eksperiencave, me anë të emocioneve e tjerë. Dhe kjo është e gabuar, nuk është mbështetur në fjalën e Perëndis. Zoti foli në të kaluarën, por tani ne kemi fjalën e Perëndis, e kemi të plotësuar, e kemi të shkruar. Dhe fjala e Zotit qëndron për jetë, apo jo? Asnjë jote fjalës së Perëndis nuk mund të bjerë poshtë. Prandaj lidhuni fort me fjalën e Zotit, që të kontrolloni çdo gjë me anë të fjalës. Ëndrat vijnë, Bibla flet për shumë për ëndrat, edhe mund të studioni edhe vetë, por vijnë nga punë të shumta, vijnë nga ëndrat, vijnë nga mishi, vijnë nga fantazia njerëzore. Profetet krijojnë ëndrat, profetet e rrem krijojnë ëndra që të kundërvijnë fjalës së Perëndis e tjerë. Por vargu që ne shohim është Zoti thotë këtu tek Jeremia, çfarë lidhje ka kashta me grurin. Ne qëndrojmë në të vërtetën e fjalës së Perëndis, jo në ëndrat, jo në vizionet, jo në emocionet tona, është shumë e rëndësishme që të themelohemi në autoritetin e fjalës së Perëndis. Nuk kemi nevojë tani për ëndra, por mësimi për ne është ne të tregojmë në mënyrë se Zoti komunikon me ne sot, ne duhet ta shpallim më shumë të fjalës së Perëndis. Ne duhet të shpallim, duhet të predikojmë fjalën e Perëndis, edhe jemi të gjithë predikues të fjalës së Zotit, nëse ne jemi të shpëtuar, kemi diçka për të thënë tjerëve. Dhe kjo është vërtet shumë bekim. Por jo vetëm se është i përulur, por ai përul edhe të tjerët. Ne duhet të përulemi edhe përpara një vllai për një motër që mund të jetë më i vogël se ne, ndoshta për moment duhet të përulemi përpara fjalës, përpara zbulesës së Zotit. Edhe kjo është një shembull shumë i mirë. Fjala e Zotit duhet të na përuli. Edhe pavarësisht se ata mund ta kuptojnë se kur Jozefi kërkon që të mburret dhe kërkon për lavdinë e vet. Ai e thot vërtetën. Kjo është e vërteta. Dhe këtë ne nuk kemi borxh të themi të tjerëve. Fjala e Perëndis na përul, na bën të përulur, por duhet të përulë edhe të tjerët. Përulë edhe të tjerët, të gjithë duhet të përulën përpara autoritetit të fjalës së Perëndis. I ri edhe i vjetër, i moshuar. Jezusi thotë, e jeni tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe do gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj. Zoti vazhdimisht kërkon një zemër të përulur. Edhe kur shkojmë te 80 vjeç, 90 vjeç, duhet të kemi një zemër të përulur përpara fjalës së Perëndis. Edhe du shkojmë te Jezusi. Zoti na kërkon një zemër të përulur. Vetë Zoti thotë, unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra. Perëndia u kundërvihet krenarëve, por u jep hir përulurve. Pra ne le të përulemi vazhdimisht në dorën e fuqishme të Perëndis, edhe ai do na lartësoj në kohën e duhur. Si mund të përulem mund ku ta shoh Zotin, fjala e tij është autoriteti. Apo jo? Udhëzimet e fjalës së kisha lokale, ne nënshtrohemi, përulemi përpara kishës, përpara autoritetit të kishës lokale, që unë të bëhem pjesë një gjymtyre gjallë, që unë të bashkëveproj, të rritem, edhe të shërbej dhe të jap Zotit lavdi. Një person që nuk përulet, nuk do të mësoj. Një person që është krenar, nuk do rritet, do të frymërisht, është e pamundur. Zoti i kundërvihet krenarëve. Zoti pa Jozefin, Zoti përdori Jozefin, Zoti i mjafton një Jozef që të shpëtonte botën atëhershme. I mjafton një person, Jezu Krishti, që shpëtonte botën tonë, jo vetëm brezën e Krishtit, por edhe brezat më radh për 2000 sa vjet. Edhe akoma
në gjakun e Krishtit ka fuqi. Akoma shpëtimi i tij flet, gjaku i tij flet, siç kënduam. Nuk ka emër tjetër, që është dhe njerëz me atë cilin ne mund të shpëtohemi. Nuk është as Maria, nuk është as Muhamedi, nuk është as një emër tjetër. Askush nuk na ka dashur kaq shumë sa të jep të jetën, gjakun e tij të pastër për mëkatet tona sa Krishti. Ai e dha gjithçka për ne. Ky është Perëndia ynë, që nuk don vetëm me fjalë, që na e pudra nga qielli, bëj këtë bëj atë. Ai erdhi jetoi mesin ton, e mori gjitha mëkatet tona dhe shkoi në kryq. Dhe kjo është vërtet një bekim i jashtëzakonshëm. Bibla thotë Jakobi dhe për pak mbyllim, pari i jep hir më të madh. Prandaj thotë, Perëndia kundër vjet më ndëmlejve dhe u jep hir të përulurve. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Në diçka që ne shikojmë në dhjetën e vjetër, Zoti i thot popullit Perëndis, ditën e Shabatit, e shtuna, do të përulni shpirtrat tuaj. Do vini të adhurojnë, do shkojnë të adhurojnë Zotin. Do lënë gjithë punët, kafshët, baktin, bujqësinë, projektet, aktivitetet e tjerë, do vinë të përulen përpara Zotit. Të mendojnë, të shprehen, të adhurojnë Perëndin. Mos harrojnë të falenderojnë Zotin që u dha një javë tjetër që Zoti siguron për ata. Edhe të përullin shpirtat për të dëgjuar fjalët e Perëndis. Edhe këtu predikohen fjalët e Perëndis, pavarësisht se kush del të përpara, janë fjalët e Perëndis. Ne predikojmë fjalët e Perëndis. Mënyra se Zoti na rrit, sepse besimi vjen nga dëgjimi. Dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Është shumë e vërtetë vëllezër motra. Pse komunizmi arriti kishte kaq sukses për 40 vjet? E dini pse? Propaganda. Unë më kur shkoja në shkollë, kur zbrisa në shkollë të mesme, për shkollë të shkollë të mesme, ishte një të përlanë shumë i madh që na çonin në këngë dhe kështu fjalime të ndryshme të tjerë. Ishim të bombarduar, gjithë lajmet, gjithçka ishte censuruar nga partia, gjithë filmat, çdo ishte për të përçuar idenë e partisë komunizmit, të marksizmit, të leninizmit. Spionat ishin kudo, patjetër që ishte me frikë, lufta e klasave, agitacioni, propaganda. Edhe njerëzit filluan edhe shumë shqiptar, përfshirë prindërit tanë, e besuan që ai sistem ishte i vërtet. Apo jo? Nga të dëgjuarit, patjetër edhe nga presioni. Nga frika, sepse shumë ata që reaguan, u vran, u internuan, e tjerë dhe kështu me radhë, por shumë filluan dhe i besuan propaganda. Por ajo, fatkeqësisht, ne dim shumë mirë që nuk është e vërteta. E vërteta është, ka dy të vërteta që kemi, është Krishti, është edhe fjala e Perëndis. Edhe djalli din shumë mirë pikat e njeh natyrën njerëzore. Se nëse vazhdimisht ai i përsërit njerëzve në diçka, media tani është propagandë e jashtëzakonshme, Big Brother dhe shumë ideologji që ne shohim dhe ne bombardohemi dhe nëse ne vëmë veshin duke u larguar nga fjala e Perëndis, ne do fillojmë të besojmë edhe gjëra, mund të bëhemi edhe antisemit, mund të bëhemi edhe të largohemi nga rruga e duhur, nga rruga e Zotit. Por ajo që na thot Perëndia, ne do të dëgjojmë fjalën e Perëndis. Do të kemi kujdes të përulim shpirtrat tonë për të dëgjuar fjalën e Zotit. Edhe është diçka e mrekullueshme në Amerikë, një herë që kam qenë, por ti shohësh brezat nga fëmia deri te 80 vjeç me 10 që ulën dëgjojnë fjalën e Zotit, adhurojnë Perëndin, nuk ka gjë më të bukur, pavarësisht moshës. Të gjithë duhet të përulim zemrat në mënyrë që ta adhurojmë Zotin edhe Zoti të marrë lavdi në jetën tonë. Se fundi, patjetër që modeli më i madh është Krishti. Jozefi është një tip i Krishtit. Te 2 Pjetrit na thotë, sepse për këtë u thirret, sepse edhe Krishti vujti për ne, duke na lënë një shembull që të ndiqni gjurmët e tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojën e tij. Kur e thyenin, nuk e kthente fyrjen. Kur vuante, nuk kërcenonte, po ja dorëzoi atij që gjykon drejtësisht. Ai vetë mbarti mëkatet tona, në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkate të rrojmë për drejtësi.
dhe me vëratat e tij u shëruat, sepse ju ishte si dele e ndacake. Nuk duhet harrojmë vëllezër se ku ishim. Dhe një njeri pa Krishtin ashtu, i thot, ishte si dele e ndacake, por tani ju u kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave. Për shembull, më i madh për ne është Krishti. Ai la një shembull që ne të ndjekim gjurmët e tij. Të mos esim me mëkat, të mos esim me mashtrime. Të jemi tolerant ndaj vëllezërve, edhe kur e fynin, nuk e kthete fyrjen. Edhe kur vuante pa drejtësisht, nuk kërcënonte, që është në kundërshtim me natyrën tonë njerëzore vazhdimisht. Prandaj, një diçka mirë për beqarët që ta është shumë bekim koha që sa jeni beqar që të mësoni të punoni me veten tuaj, me natyrën e vjetër, ta nështroni ndaj fjalës Perëndisë dhe ndaj autoritetit të frymës së Shenjtë. Do jetë shumë më vështirë që ta realizoni këtë gjë kur jeni të martuar, kur fëmijët vinë jetë, edhe kur gjërat e fillojnë, nuk do keni kohë më. Është një kohë fantastike që ju të konsolidoni ecën tuaj me Zotin. Dhe tregon ai vetë mbarti mëkatet tona për Krishtin, në trupin e tij mbi drurin e kryqit. Pa Krishtin mbarti mëkatet tona dhe nuk e di personalisht, nuk i njoh të gjithë shoftyrat e reja, nuk e di a njeh Krishtin personalisht, ai është shpëtuar, me fjalë tjera, nëse sot mbaron jeta këtu, ai që ka Irani do na çojë një raketë, edhe nuk jemi të sigurt, në Krisht jemi të sigurt, por nëse jeta merr fund, a je sigurt që do je i falur përpara Zotit? A je i pajtuar me Perëndin? Si ke menduar që do të pajtohesh me Zotin? Nga tradita, nga të jesh njëri i mirë, të bësh disa vepra, të marrësh agjërimin, të marrësh sakramentet e tjerë? Bibla thot asgjë nuk funksionon përveç se një diçka, Krishti. Bibla thot, vargu thot, ai vet mbarti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkate. Edhe Krishti vdiq për ne që mori mëkatet tona mbi trupin e tij. Kjo është një shpëtim i mrekullueshëm që Zoti siguroi nëpërmjet Krishtit. Ai që ishte i drejtë, ai që nuk njihte mëkat, u bë mëkat për ne, thot fjala e Perëndisë. Që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në atë. Ai mori të gjitha mëkatet tona. Edhe kjo falje, kjo ofertë vlen për ata që pendohen, për ulen përpara Krishtit edhe pranojnë, po unë jam mëkatar. Edhe kuptoj që feja ime nuk mjafton, idetë e mia s'mjaftojnë, edhe vetëm Krishti më shpëton. Edhe unë flas, e kërkoj Krishtin që të më japë jetën e përjetshme. Paga mëkatet është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme. Jeta e përjetshme është një dhuratë, nuk është një merit. Edhe kjo dhuratë vjen nëpërmjet Krishtit. Dhe ma të sot është mira që të mendoni seriozisht për jetësinë e shpirtit tuaj. Shpirti juaj ka vlerë më shumë se gjithë bota, se çdo gjë tjetër. Edhe jeta që ne kemi është të ne të rrojmë për drejtësi, sepse ne ishim dele ndasake, por tani u kthyem te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave. Jemi të shpëtuar, jemi lënë këtu për të ndjekur shembullin e tij dhe për të ecur në gjurmët e tij. Le të lutemi. Kërkosh të mbyllim syt, thjesht duhet të bëj një pyetje. A je shpëtuar, a je sigur për shpëtimin tënd realisht 100%? Nëse sot jeta merr fund, a njeh Zotin, a njeh Jezu Krishtin? Nëse nuk je i sigurt për shpëtimin, unë duhet thjesht lutem për ty. Patjetër, thjesht mund ta ngresh dorën edhe ta ulësh përsëri. Unë do lutem për ty, thjesht nëse nuk je sigurt. Nëse je sigurt për shpëtimin, atëherë pyetja ime për ty është e tillë. Çfarë modeli po ndjek sot? Cili është modeli që po ndjek sot? Është modeli i duhur, modeli sipas Krishtit, sipas Palit, sipas fjalës së Perëndisë? Edhe nëse mendon që jeni model, çfarë modeli je për tjerët? Jeni model besimi apo jeni model dështimi? A je duke ndjekur rrugën, a je duke ulëzuar në familje Perëndisë? A ka integritet jeta jote? A jemi sipas modelit, sipas fjalës së Perëndisë? Zoti mbas të ka folur në mënyrën tjetër, ti e din shumë mirë ku është jetja jote me Zotin. Zoti ynë është personal, edhe din jetën gjitha problemet tona. Unë thjesht do të lutem për ty. Mbas më ke nevojë për hir, ke nevojë për një lutje,
O thjesht të lutem për ty, se unë duhet të jem më mirë, unë duhet të jem një model, unë duhet të qëndroj fort në Zotin, unë duhet të ecë sipas fjalës së Perëndis. Thjesht mund ta ngresh dorën ta ulësh përsëri. Okej, le të lutemi përpara Perëndis. Zot, faleminderit vërtet për këtë ditë, faleminderit o Zot për këtë kohë që ne patëm në adhurim dhe në fjalën tënde dhe vërtet jemi mirënjohës o Zot, që fjala jote është e vërteta. O Perëndi, edhe të gjithë ne duhet të përulim zemrën tonë, të dëgjojmë atë dhe mesazhin që ti ke për ne. Edhe lutem o Perëndi për atë person që nuk është i sigurt për shpëtimin. Perëndi shejt, o Zot, fjala jote na thot shumë qartë që ne duhet të pranojmë që jemi mëkatar përpara teje. Edhe kemi bërë mëkate me mendime, veprime, me sjellje, me lloj formash. Sepse jemi të tillë. Duhet të kuptojmë atë që paga mëkatet është vdekja. Por fjala e Zotit na thot, por dhurata që ti ke për atë person dhe për çdo njeri është jeta përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Edhe lutem o Zot vërtet që me gjithë zemër të shprehi pendim për mëkatet, kesh ardhje përpara teje, jo përpara një tjetri, edhe të vinë në lutje me gjithë zemër përpara Jezu Krishtit, duke rrëfyer nevojën që ka për ty dhe duke besuar në emrin e Krishtit. Mund të drejtohet aty me sinqeritet. Zot Jezus, e pranoj që jam mëkatar, edhe kuptoj se sipas fjalës tënde nuk ka rrugë shpëtimi tjetër përveç se nëpërmjet teje. Zot, unë besoj sot që ti vdiqe në kryq, mbarte mëkatet e mia në drurin e kryqit. Derdhe gjakun për mëkatet e mia. U varrose dhe ringjallë pas 3 ditësh. Sipas fjalës së Perëndis, sipas shkrimeve. Edhe unë të lutem Jezus, të vish në zemrën time dhe të më shpëtosh. Dhe të më japësh dhuratën e jetës përjetshme. Më ndihmo Zot, nuk kam në asnjë vend ku të kapem përveç se te kryqi, tek veprat që ti bëre në kryq. Të ftoj të vish në zemrën time, të bëhesh Zoti shpëtimtari im. Më ndihmo të jetoj për ty, që sot të tutje. Faleminderit dhe lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.